prej themelimit si institucion në vitin 2019 në dyert e SPAK janë thirrur 10 zyrtarë e ish zyrtarë për akuza dhe vepra penale që lidhen kryesisht me korrupsionin apo shkeljen e barazisë në tender. Nga pushteti qendror tek ai lokal duket se askush nuk është imun dhe paraja e shpejt dukshëm është e parezistueshme. Gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste thuaj se të gjithë drejtuesit e bashkive janë paraqitur një herë në SPAK për abuzime me fondet publike. Disa janë në nënhetim, disa në gjykim e të tjerë në qeli, apo kanë kryer tashmë dënimin, por damka e korrupsionit duket se kanë përthyer zyrat e shtetit pa dallim gjeografik. Disa nga kryebashkiakët që kanë ende të hapura llogarinë me SPAK-un janë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, ai Kolonios Erion Isaj, e Lushnjës Eriselda Sefa, e para e Roskovecit Majlinda Bufi, Rakip Suli e Kamsës, Emiriana Sako e Durrësit, Edison Memolla i Rogozhinës dhe Kristian Shkreli i Vaut të Dejes. Shkeljet e tyre lidhen kryesisht me detyrën e kryebashkiakut me përjashtim të Benet Becit, i cili me sa duket shkeljet i ka nisur edhe më herët, kur mbante postin e kreut të Kesh. Kryebashkiaku Beci akuzohet nga SPAK se kur drejtonte korporatën elektroenergjitike shqiptare ka shkelur ligjin në tenderin për zhvillim strategjik të sektorit energjetik në vitin 2019. Ai së bashku me 6 zyrtarë të tjerë akuzohen për tenderin 700.000 euro. E gjithë afera u zbulua nga një tjetër aferë edhe më e madhe ku në hetim ishte i shkreu i përgjithshëm i rrugëve, Evis Berberi. Gjatë hetimeve për Evis Berberin, prokuroria e posaçme ushtroi kontroll në bankën e ish kreut të autoritetit rrugor dhe sekuestroi celularin e tij dhe të bashkëshortes, që u zbërthyen më pas nga hetuesit e BKH-s. Mësohet se në celularin e bashkëshortes së Berberit, që ishte zyrtare e korporatës elektroenergjitike shqiptare, janë zbuluar komunikime me Benet Becin, kohë kur ai ishte drejtori Kesh dhe që kishin të bënin me disa kontrata në shitblerjen e energjisë. Në një nga së mësot e gjetura nga prokurorët e SPAK duke ju referuar tenderit, Berberi shkruan Benet Becit 500.000 euro për profesorët e Harvardit, 320.000 euro për ne me 2 klasë shkollë. Beci dhe Berberi favorizuan në këtë mënyrë kompaninë Consulting and Management Albania, sikur të ishin duke ndarë një kek. SPAK dërgoi për gjykim Benet Becin dhe 6 zyrtarë të tjerë në janar 2026. Një tjetër bashki e veriut të vendit rrezikon të mbetet pa kryetar, pasi Kristian Shkreli, drejtuesi i Vaut të Dejes, akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhjet e 11 majit 2025. Kristian Shkreli është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme pasi dyshohet se në zgjedhjet parlamentare të 11 majit bleu vota për Partinë Socialiste. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim në GKO dosjen për Shkrelin në fund të tetorit 2025. Ndaj tij, SPAK ka ngritur akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Tashmë Shkreli është zyrtarisht i pandehur. Gjatë hetimit është evidentuar se i pandehuri ka qenë aktiv në fushatën zgjedhore në mbështetje të këtij subjekti politik, duke shfrytzuar nevojat e banorëve të fshatit Stajk për ndërtimin e infrastrukturës së rrjetit të energjisë elektrike, investimi realizuar gjatë periudhës së fushatës elektorale dhe duke u kërkuar banorëve të kësaj zone votimin për subjektin politik të preferuar prej tij, Partinë Social-Demokrate të Shqipërisë, thuhet në komunikatën e SPAK. E komplikuar situata është edhe në Bashkinë Tropoj, ku ky institucion është përfshirë vazhdimisht në skandale. Në shtator 2024, kryetarit Rexh Byberi ju caktua masa e arrestit në shtëpi, në akuzën për shpërdorim detyre, prerja e paligjshme e pyjeve dhe shkatërrimi i pronës. Byberi akuzohet se miratoi kryerjen e punimeve në aksin stacioni Anies Palç, Guri Lules, dhe në aksin Qaf Muriz, Qaf Agri, në kundërshtim me ligjin. Gjatë kohës që Byberi kishte halle me drejtësinë në krye të kësaj bashkie, u vendos zyra Islamaj. Edhe bëmat e zyras nuk vonuan të buçisnin. Një investigim i emisionit Piranjat zbuloi se Islamaj ndërtoi një urë në lagjen e motrës së saj. Çështja është në gjykim dhe të martën SPAK dha pretencën kur kërkoi 4 vite shërbim prove. Ndaj Islamajt rëndojnë akuzat korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Bashkia e kryeqytetit është edhe më problematike, ku Tirana aktualisht drejtohet nga burgu i Durrësit, pasi kryebashkiaku Ero Veliaj ndodhet nën arrest në burg, që prej 10 shkurtit 2025. Mbi të rëndojnë 13 akuza, nga të cilat 9 raste korrupsioni e ka gjithsej 5 vepra të rënda penale. Deri në 2027 Tirana do drejtohet edhe nga burgu edhe nga zyra, pasi në mënyrë të pakuptueshme ka edhe një kryetar të komanduar, që është Anuela Ristani.
Kamza është një tjetër bashki ku kryetari mund të mos jetë më i tillë nëse akuzat vërtetohen. Rakip Sule akuzohet për abuzimin me tenderin e rindërtimit. Sule u padit nga këshilltarët e PD-s, të cilët bazuar në raportin e KLSH-s e akuzojnë atë për disa shkelje. Ushtrimi i ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, shpërtërimi i detyrës, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Përmbytjet e fundit në Durrës quan në SPAK edhe emrin e kryebashkiakes së Durrësit, Emiriana Sako, e cila u kallëzua nga PD. Por kjo nuk është hera e parë që Sako është në dosjen e prokurorisë, pasi në vitin 2024 është pyetur për marrëveshjen e nënshkruar me inceneratorin e Tiranës. Erion Isai i Kolonjës aktualisht rrezikon të humbas mandatin. Ai është marrë i panderur nga SPAK për shkelje të parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, për ndërtimin e digës së Gjonçit dhe pritave malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë përgjatë vitit 2023 apo edhe të tjera ku në mas janë me flamuj të kuq. Edhe bashkitë si Devolli, Roskoveci, Rogozhina dhe Kuçova janë në hartën e bashkive që të parët e tyre i kanë në hetim. Edhe pse me dënime në shpatulla, Edison Memolla dhe Krishnik Hajdari nuk pranojnë të dorëhiqen. Për Hajdarin SPAK i dërgoi shkresë KQZ-s ku i konfirmon se dënimi ndaj tij ka marrë formë të prerë. Pas përfundimit të hetimeve paraprake, çështja është dërguar për gjykim me 18 dhjetor 2023. Më pas GKKO me vendimin numër 06 të datës 25 janar 2024 e ka deklaruar fajtor. Në vitin 2027 mbahen zgjedhjet lokale. A do të mundet dot Partia Socialiste këtë herë të kandidojë figura me integritet?